Qytetar që në ndiqni nga ekranet. Unë për projekt ligjin s'kam ndërmend të harxoj shumë kohë, kam vetëm një fjalë për ministrin. Për sa kohë ky vend ka një narkodrejtor të emëruar nga kartelet e drogës në Shqipëri, çdo gjë tjetër që flitet për Ministrinë e Brendshme, për Policinë e Shtetit dhe për çdo performancë tjetër, qoftë ligjore apo qoftë politike apo qoftë të çdo aspekti, është kot të flitet në Shqipëri. Por një gjë tjetër kemi sot objekt të diskutimit. Opozita, zonja kryetare, këtu në këtë kuvend, mos mendoni ju se është një shtojcë formale e juaja dhe ju të silleni me të si të doni. Mos mendoni se jeni ulur atje dhe keni çdo të drejtë mbi opozitën. Ne këtu zonjë nuk mlidhemi thjesht vetëm për të miratuar apo kundërshtuar ligjet të këtij vendi. Ne këtu zonjë jemi për të përfaqësuar popullin opozitar që është kundër narkoshtetit, është kundër krimit organizuar, është kundër korrupsionit dhe hajdutërisë tuaj. Ne këtu jemi për të folur sot për një kërcënim nga më seriozët që mund t'i kanoset një demokracie dhe një vendi, nga kërcënimi më i madh që nga koha e diktaturës, nga kërcënimi që po i bën Shqipërisë narkoshteti. Në këtë vend që jetojmë ne, shteti, në vend që t'ju shërbejë qytetarëve, ai merret gjithkohën për t'i friksuar, nënshtruar dhe terrorizuar ata. Krimi i organizuar në Shqipëri është bërë pjesë integrale e sistemit të qeverisjes. Zgjedhje pas zgjedhjesh, që nga zgjedhjet e pjesme të Korçës, të Bashkisë Korçë, ne kemi parë se si grupet kriminale mobilizohen në funksion të votave dhe të fitores së Partisë Socialiste. Zgjedhjet e sotme, zgjedhjet e 11 majit, ishin ato që bëjnë me turp çdo shtetar dinjitoz. Troplinët, çelat, xhabaftët, hakmarrja për drejtësi, e dhjetra organizata kriminale, ju caktua nga Edi Rama emri i kandidatit për cilin do të punonin. Dhe për turpin tuaj në shtator, në këtë anë këtu, do t'jenë 28 përfaqësues, jo të popullit, jo të shqiptarëve, por të karteleve dhe organizatave kriminale. Dhe gjitha këto u bën me garanci dhe me porosi politike nga Ramaduro dhe nga askush tjetër. Në ditën e zgjedhjeve prej kohësh Shqipëria nuk ngjan me një demokraci funksionale, por me një terr të kontrolluar nga forcat e errta dhe të paligjshme. Çdo qendër votimi në Shqipërinë e Edi Ramës është nën survejim të një bande. Çdo votues është objekt i presionit ose të bandave ose të pushtetarëve. Çdo komisioner i ndershëm është objekt kërcënimi. Dhe nga ana tjetër, shteti, policia, në vend që të mbrojë ligjin dhe procesin, është e renditur duke mbrojtur krimin dhe duke luftuar për të dhunuar votën. Spaku, që shumë e duan këtu, me task force-ën e famshme, tregoi që çfarë është rreshtuar nën kthjetrat e Ramaduros për t'i dhënë mandatin tjetër. Pse? Që të mbaj mandat për vete Dumani. Edi Rama në zgjedhjet e 11 majit u tregua qartësisht se e ka kthyer shtetin në një makineri të përbashkët me krimin, sepse ai e di mirë këtë që pa krim, pa kartelet e drogës dhe pa banda nuk ka fitore për të. Pa parat e pista nuk ka pushtet për rilindjen. Pa patronazhistët, pa trafikantët që ndajnë para dhe favore, nuk ka
asnjë shans Edi Rama që të përballet me votën dhe të fitojë. Kjo është arsye pse i gjithë shteti u shndrua në shtet elektoral. Kjo është arsye pse policia u kthye në një polici politike. Kjo është arsye pse skapi i partisë u kthye në një detashment i mbrojtjes së vjedhjes, së blerjes dhe të krimit elektoral. Kjo është arsye pse sot, pas një muaji sa, nuk ka asnjë hetim të thelluar për krimin elektoral. Nuk ka asnjë proces dhe asnjë përgjegjës pas hekurave për krimin elektoral. Sepse të gjithë u bën bashkë pjesë e piramidës pushtetit për të mbrojtur krimin, korrupsionin dhe farsën. Sepse në Shqipëri tashmë dihet botërisht, pushteti ndërtohet me drogë, pushteti ndërtohet me pastrim parave të korrupsionit, me frikë dhe me shkelmim të çdo norme dhe standardi demokratik. A e dini ju pse zgjedhjet në Shqipëri nuk ishin të lira? Sepse në Shqipëri prej kohësh është bërë modë. Para se të nisë fushata, para se të afishohen posterat e fushatës, në çdo qendër ka nisë pazari. Ka nisë pazari me bandat, ka nisë pazari me policinë, ka nisë pazari me shërbimin dhe me skapin për të ndarë kush do marrë votat për pushtetin dhe kush do të mbajë karriget e shtetit. Janë përcaktuar zonat që do mbulohen, ku do të merret policia për të dhënuar votën, ku do të merren bandat dhe kartelet, ku do ndërhyjë skapi i partisë, çfarë fushë do mbulojë shërbimi informativ, janë ndarë edhe parat, janë dhënë tendrat, janë dhënë garancit dhe pastaj ditën e zgjedhjeve çdo gjë në Shqipëri është një formalitet sepse çdo gjë është mbyllur përpara. Ja pra, a ka ndodhur kjo gjë në Shqipëri? Ka ndodhur. Prandaj themi ne që këtu kemi të bëjmë me një farsë, me një teatër të dhimbshëm për popullin, por të suksesshëm në thojza për narkoshtetin. Kemi parë në këtë fushat skena që si gjejmë as në serialet më mafioze. Individ që futen në qendra votimi dhe dalin me zarfa. Kemi parë persona të evidentuar si kriminal që komandojnë logjistikën zgjedhore dhe janë të kudo gjendur aty ku do të ishin kundërshtarët socialistë. Kemi parë komisioner dhe shtabe të vendosura në mbështetje të kandidatëve të bandave. Po kjo çfarë është? Kjo është shkallmim i shtetit ligjor, shkallmim i shtetit së drejtës, shkallmim i standardit demokratik, shkallmim i çdo norme. Kjo pastaj është një përdhunim i pastër i shtetit nga narkoshteti. Dhe për këtë sigurisht nuk do të ketë heshtje. Nuk do të ketë kurrë pranim nga ana e opozitës të së keqes. Nuk mund pranojmë ne një vend ku zgjedhjet nuk fitohen me vota, por me para krimi, korrupsioni, droge, me kartele dhe me banda. Një qeveri nuk mund të pranojmë që nuk qeveris dhe nuk bashkëpunon me qytetarët, por me kartelet dhe me drogën. Nuk do të pranojmë ne këtë realitet, jo thjesht për opozitën, por nuk do të pranojmë për Shqipërinë dhe për shqiptarët, as sot dhe as nesër, sepse betejë jonë është për të gjithë qytetarët e ndershëm të këtij vendi që e duan Shqipërinë Shqipëri dhe nuk e duan Shqipërinë narkoshtet. Nuk e duan Shqipërinë që të jetë kartel droge me një flamur kuqezi që valvitet. Do të kërkojmë hetim ndërkombëtar për zgjedhjet e fundit. Dhe do të kërkojmë ndëshkim, nuk do reshtim si kërkuar ndëshkim për gjithë ata që organizuan këtë farsë, për gjithë ata që e bekuan këtu brenda Shqipërisë këtë farsë, për gjithë strukturat kriminale nga piramida e shtetit, nga maja piramidës e shtetit deri në fund. Opozita vetëm një mjet ka, zërin dhe guximin, dhe ky s'do të na mungojë. Ky nuk do të na mungojë ne, sepse Shqipëria, pavarësisht se ju heshni, pavarësisht se ju ka skllavruar dhe ju ka nënshtruar kartelet dhe bandat, Shqipëria nuk është e bandave. Shqipëria do të jetë e punës së ndershme dhe e shqiptarëve të ndershëm. Opozita këtë
do t'ju bëj transparent çdo shqiptari dhe të gjithë ndërkombëtarëve. Ne e dim që ju djeg kjo e vërtet, sepse jeni mësuar që për 10 vite te ndërkombëtarët të tregoni makjazhin e një Shqipërie të zhytur në drogë